Mes tensioneve në rritjen e lindjen e mesme dhe retorikës së ashpër mes Teheranit dhe kundërshtarëve të tip politik, ka nisur të qarkullen pretendime se Irani mund të shqyrtojë mundësinë e një sulmit simbolik apo hakmarrës ndaj selisë së Organizatës Popullore Muhaxhedine të Iranit, e njohur si MEK, e vendosur në kampin Ashraf 3 në Manzë të Tiranës. Nga një vëzhgim në teren, situata në kamp paraqitet shumë e qetë, nuk raportohet panik, as lëvizje të pazakonta përveç pranisë së zakonshme të rojeve të sigurisë. Aktualisht rreth 2500 anëtar të MEK ndodhen në këtë kompleks të mbyllur, i cili funksionon si seli politike, rezidenciale dhe organizative në qytetin e Tiranës. MEK ka selin në Shqipëri, që nga viti 2013, pas një marrëveshje ndërkombëtare të ndërmjetësuar nga Shtetet e Bashkuara dhe Kombet e Bashkuara për të zhvendosur anëtarët e saj nga Iraku për arsye sigurie. E rëndësishme është për të kuptuar qartë, Shqipëria nuk është palë lufte, nuk ka asnjë deklaratë zyrtare për kërcënim ushtarak ndaj territorit shqiptar. Çdo veprim i drejt për drejt ushtarak nga Irani ndaj një vendi të NATO-s do të ishte eskalim ekstrem. Le ta themi qartë dhe pa sensacionalizëm, një luftë Iran-Shqipëri është praktikisht e pamundur. Shqipëria është anëtare e NATO-s. Çdo sulm ushtarak ndaj territorit të saj do të sillte reagimin kolektiv. Rreziku real, nëse ekziston, nuk është luftë. Por atëherë çfarë është? Lindën pyetja. Kërcënime kibernetike, presion diplomatik, propagandë, sulme hibride e jo të drejtë për drejta. Deri më tani, nuk ka lëvizje ushtarake, nuk ka alarme zyrtare, nuk ka gjendje emergjence. Pra, situata është nën kontroll. Kanali Kronik Kurioze bëri edhe një hulumtim më të thellë nëpërmjet njerëzve të cilët lexojnë yjet. Çfarë thon yjet? A do të ketë Shqipëria luftë në vitin 2026? Pasi që lufta është një veprim i paparashikueshëm dhe gjithçka mund të ndodhë brenda natës. Astrologjia nuk parashikon luftra reale, por interpreton energjitë kolektive, tensionet edhe ciklet. Viti 2026 shihet si vit ristrikuimi dhe sqarimi, por jo si një vit shpërthimi. Yjet flasin për konflikte verbale, presion politik dhe frikë kolektive, por jo për luftë të hapur në Ballkan. Shqipëria shfaqet në një cikël mbrojtje dhe stabiliteti alehat. Sipas këtij leximit simbolik, Shqipëria nuk shihet si fushë lufte. Tensionet janë më shumë psikologjike dhe mediatike. Frika ushqehet nga lajmet e egzageruara, jo nga realiteti ushtarak. Mesazhi i yjeve është të ruajnë qetësinë, të forcohen aleancat dhe të mos të tremben nga zhurmat. Nuk ka shenja për luftë të Iranit në Shqipëri në vitin 2026. Ka tensione globale, por jo kërcënime direkte. Edhe pse yjet lexojnë këtë, por ditët e fundit shumë qytetar po ndjejnë ankth pa siguri dhe frikë, edhe pse në rrugë nuk ka tanke, nuk ka sirena, nuk ka gjendje lufte. Pyetja kryesore është kjo: pse njerëzit ndihen të rrezikuar kur realiteti duket shumë i qetë? Ky presion nuk ka lindur rastësisht. Ai është rezultati një kombinimi faktorësh politik, psikologjik dhe mediatik.
të cilët veprojnë paralelisht dhe prekin drejt për drejt ndjenjat e qytetarëve. Së pari duhet kuptuar që Shqipëria është një vend i vogël, por i lidhur fort me zhvillimet globale. Çdo tension mes fuqive të mëdha, si Irani dhe pretendimi, apo si Irani, edhe vendet perëndimore, reflektohet automatikisht në opinionin publik shqiptar. Pse? Sepse siç e tham, Shqipëria është anëtare në NATO, strehon një organizat opozitare iraniane, është përmendur her pas here në raportet ndërkombëtare për sulme kibernetike. Kjo bën që qytetarët mendojnë, nëse ka konflikt global, mos vallë, prekemi edhe ne. Frika këtu nuk lind nga ajo që po ndodh realisht, por nga ajo që njerëzit mendojnë se mund të ndodhë në Shqipëri. Një nga arsyet kryesore të presionit është mënyra se si serviren lajmet. Mediat shpesh për klikime dhe shikueshmëri përdorin tituj alarmues dhe lënë në hije të kuptojë që do të ketë një luftë. Si përfundim, nuk duhet të kemi luftë në Shqipëri, sepse Shqipëria nuk pret që të ketë një luftë të tillë. Por presioni është real emocionalisht, por nuk është real ushtarakisht, nuk është real politikisht, nuk është real në teren. Situata reale në Shqipëri nuk ka mobilizim, nuk ka masa emergjente, nuk ka alarm sigurie. Shqipëria nuk është objektiv strategjik lufte. Ka alianca të forta, ka stabilitet të brendshëm. Frika nuk vjen gjithmonë nga armët, shpesh vjen nga fjalët, titujt apo heshtja. Organizata MEK është organizat armiqësore për Iranin, kërcënime politike dhe ideologjike, simboli i opozitës organizuar kundër regjimit. Për autoritetet iraniane, fakti që kjo organizat ka sili jashtë Iranit, vepron lirshëm, ka mbështetje politike nga perëndimi, shihet si një goditje politike dhe morale, por jo ushtarake. Pra, prania e saj jashtë Iranit i dhëm Iranit në aspektin politik dhe propagandistik, sepse i sfidon narrativës zyrtare, tregon se opozita ekziston dhe nuk është të zhdukur. Shqipëria nuk e përdor mekun kundër Iranit, nuk ka rol aktiv në veprimtarinë e tyre politike, thjesht ka ofruar stërhim humanitar dhe kërkesë të Shteteve të Bashkuara dhe të Kombeve të Bashkuara. Shqipëria nuk është pari në konfliktin Iran-MEK, nuk ka agent kundër Iranit, nuk ka interesa direkte në lindjen e mesme. Prandaj në planin praktik e organizat nuk i sjell dëmin real Shqipërisë. Irani e percepton MEK-un si armik eksistencial. Në këtë video munduam të sqarojmë që një luftë nuk pritet në Shqipëri, ndërsa në videon e radhës do t'tregojmë çfarë fshihet brenda godinës së MEK.